أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله عز وجل falenderojmë, falen dhe ndihmën vetëm prej Tij e kërkojmë. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër e të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe të gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, jemi duke fol për sirën e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe duke mësuar për ngjarjeve të jetës së tij, të cilat janë mësimi më i mirë për çdo njeri dhe çdo musliman se si do të me jetu në këtë dynja për të shpëtuar pastaj në ahiret. Dhe ndër ngjarjet që kemi përmend, pra kemi arrit deri tek pjesa pas çlirimit të Mekës, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam largohet prej vendit të quajtur Gjirana, e cila gjendet në afërsi të Mekës, dhe niset rrugës së tij për në Medinë. Dhe këto ngjarje zhvillohen në fund të vitit të 8 të hijretit, pra se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çliron Mekën në ka pjesa e fundit e muajit Ramazan, pastaj është muaji Shawwal dhe muaji Dhul-Qa'da. E përgjithsisht këto ngjarje tash zhvillohen në muajin e 11, pra të vitit të 8, në muajin Dhul-Qa'da. Dhe këto ngjarje i përmendim për shkak se neve na mësojnë se si duhet sillemi dhe si duhet jetë muslimani shembullor, pra i cili kur del para Allahut Azza wa Jall del me zemër të pastër. Ndër ato ngjarje që ndodhin është një ngjarje mësimdhënëse për çdo njeri i cili don ta shpëtoj veten dhe e shfrytëzon shansën me shpëtu veten këtë dynja, edhe pse në të kaluarën ka qenë me vepra që e hidhrojnë Allahun Azza wa Jall. Fjala është për Ka'b ibn Zuhair ibn Abi Sulma, një prej atyre 10 personave që janë në listë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka, do thot, shpagimin për gjakun e tyre e ka asgjësu. Madje ka urdhëruar që të vriten e të mos falen nëse zihen si jo musliman. Dhe arsyeja pse këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë person e ka shtinë në këtë listë ka qenë fakti se ky e ka sulmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe musliman dhe islamin me poezitë e tij. Dhe ka qenë, do thot, ka qenë i aftë si poet, dhe i ka shfrytzu këtë aftësi që ja ka dhënë Allah Azza wa Jall, e ka shfrytzu bashkë për me hidhru Allahun fuqiplot. Dhe kur i shkon vesh këtij fjala që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar që ky të vritet, fillon të friksohet. Edhe i vijnë pastaj disa fjalë për një vllaut vet se çfarë duhet veproj. Historia këtënve paraprakisht, domethënë kur ka filluar ajo armiqësia e këtij ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë kur, do thotë, në kohë më hershme, ka qenë ky bashkë me vllaun e vet në një rrugtim të vogël, dhe vllau i vet i thot, e ka pas emrin, do thot, Buxheir, dhe i thot, prit ti këtu se kom dëgjuar që ky pejgamberi i ri është duke folë, duke spjegu fenë e tij, e prit ti këtu të delet, unë të shkoj ta ngoj se çka po thot. Dhe ky ndalet domthon të delet e tij, e vllai vet shkon me dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çfarë mësimesh po sjell. E aty pejgamberi alayhis salam këtij ja paraqet islamin, dhe ai bëhet musliman, pra Buxheiri, vllai i Ka'bit. E dytë kanë qenë, do thot, të aftë në poezi, edhe pasi që bëhet musliman i shpreh disa vargje poetike, thot, çonja këto selam vllaut tem Ka'bit, që le ta dinë se janë bë musliman, dhe e thirr me këto fjalë, do thot, në islam. Kur i arrin këto fjalë Ka'bit,
atëherë ai do thot i pret me të keq. I pret me të keq dhe ja kthen disa vargje tjera në të cilat do thot e për ul pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe fenë e tij të re dhe ja tërheq vërejtjen vllaut vet Buxhairit se ajo çka ke bën nuk është vepër e mirë. Kur i vin Buxhairit këto fjalë, nuk mundet me najt pa ja tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A shkon ja tregon letrën, thot kështu më ka shkruajt do thot vllau im Ka'bi. Në atë moment pejgamberi alayhis salam thot men laqiya Ka'ban falyaqtulhu. Kushdo që e takon Ka'bin le ta vret. Kushdo që e takon le ta vret. Për shkak se kemi përmendur do thot disa herë që dami i njerëzve të këtill ka qenë shumë i madh në shoqëri. Sepse këta janë ata do thot njerëzit që bëjnë fitnë, njerëzit që nxisin do thot jo harmoninë mesin e shoqërisë e kështu me radhë. Ata çka janë të aftë ka goja. Edhe kështu që e merr tash Buxhairi masi të çliron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Mekën dhe kthehet prej betejës së Taifit. Buxhairi e merr ja shkruan tash një letër vllaut vet Ka'bit. Edhe aty ja përmendi thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka vrarë shumë, i ka ekzekutuar shumë persona që janë kënë Mekë në cilësinë tënde. Do të thotë që janë kënë poet dhe kanë nxit kundra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj thot, nëse halat dhimbët shpirti pak, më njëherë nisu ajdet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si musliman dhe nënshtroju atij. E nëse menon që mundesh me pështu, atëre pështoje veten tënde, ama jam shumë skeptik që ke më shumë me ikë dhe me shpëtu. Dhe ja shkruan disa vargje, domethënë poezisë, sepse çu thon, do këta kanë qenë poet, edhe tash e kanë pas atë farë mënyrën më të mirë për mu shpreh edhe me fjalë të pakta, po me dhënë kuptim të shumt, i kanë përdor vargjet e poezisë. Në fund ju ka drejtu një herë me përkujtim, ka thënë dije se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kushdo që i vjen duke deklaruar shahadetin, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammed rasulullah, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka më pranu dhe momentin thot që të vjen letra jam, shkresa jam, atëre bonu musliman dhe hajde këtu. Kur ja çojnë letrën Ka'bit, momentin që e lexon njerëzit që ishin për rreth tij automatikisht e kuptojnë që i ka ardhur diçka e rëndë. Edhe thot, do thot ju ka pa në fytyrë, thot u zverdh në fytyrë, edhe kuptojmë që këti nuk pas ka mizgat shumë veçse pas kanë me e ekzekutu dhe me e vra. Ai sillet e pështillet e menon e çmenon dikur në fund të sheh që s'ka zgjidhje tjetër vetëm me u bë musliman. Do thot, jemi të fol për një person i cili deri tash e ka shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka bë propagandë kundra tij dhe ka nxit armiqësi tek kufart ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve. Edhe i vjen puna çaq ngush që s'ka zgjidhje tjetër, thot vetë se po bona musliman dhe po shkoj tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjatë rrugës tij për me shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thur një poezi pastaj e cila do thotë është e njohur me emrin Banat Suad, në cilën do thotë thur vargje në lavdrim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e shpreh atë frikën që kanë jo musliman pra kufart ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe niset pej Mekës, vjen në Medinë, dhe gjan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke fal namazin e sabahut, mas namazit i afrohet, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka njoft personalisht çush duket e tjera, dhe çohet ky thot ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut. Thot inna Ka'b ibn Zuhair qad jaa li yasta'mina minka ta'iban muslima. Thot ka ardh Ka'b ibn Zuhairi tek ti si i penduar dhe si musliman. Andaj aja kishe pranu ti nëse unë ta sjelli para teje. Dhe pejgamberi thot po. Kur e dëgjon këtë përgjigje,
çlirohet e thot ana ja Rasulullah Ka'b ibn Zuhair. O i dërguari i Allahut, thot on jam Ka'b ibn Zuhairi. Dhe dikush prej muslimanëve do thotë çka ishin në xhami si ti dëgjon këtë fjalë, më një herë çohet do thotë me kap, ai thot ja Rasulullah thot lëshoma ljepum leje që ta godas do thotë me shpat këtë armik të Allahut. Ama pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk punonte me emocione, nuk punonte me ndjenja, po punonte me atë çka ka zbrit Allahu azza wa jall, me urdhrat e Allahut fuqiplot. Edhe thjesht i tha da'hu ank, tha leja mos e prek, fa innahu qad ja'a ta'iban nazi'an amma kana alayh. Sepse tash ka ardhur si i penduar edhe i kalon mrapa ato vepra që ka bë më herët. Do thot në Islam momentin që njeriu e shpreh pendimin e tij dhe dëshmon të kundërtën, nuk ka masnjë do thot me ju kap me ato që ka ndodhur në të kaluarën. Ato fshihen, harrohen, sepse Islami dhe pendimi i fshin mëkatet e së kaluarës. Do thot me gjithë gjendjen që u kon ky më herët, zullumin që e ka bë, edhe padrejtësinë që ja ka bë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, armiqsinë që ka shfaqur ndaj Islamit dhe muslimanëve, megjithatë me pendimin e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as nuk thotë që po merr në burgos në ta kçyrëm çështë gjendja e tij, as më shoni shpat në qafë as kurrë. Është lënë ose është pendu. Edhe atëherë ky kur i dëgjon këtë fjalë, ja nis me lexuat çat poezinë e vet që kishte thur gjatë rrugës të ardhur në Medinë. Dhe anis aty do thotë lavdon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, banat suadu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda makbulu. Vazhdon domethënë disa vargje duke lëvdu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam deri ku të arrin tek pjesa ku thotë inna ar-rasula lanurun yustada'u bihi. Me të vërtet i dërguari është dritë me të cilën ne e ndriçojmë rrugën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e desh atfar gjybën e tij që ka pas, edhe ja jep, ja gjun, do thot si lloj shpërblimi për këto vargje të tij. E kjo gjybe pastaj e ka pas një histori të vetën, se ky e ka mbajt këtë gjybe, se do thot është pendu mas pendimit më, e ka përmirësu Islamin e tij. E ka përmirësu Islamin e tij. Pra kur Allah azza wa jalla e udhëzon dikon, gjendja e tij ndron. A muslimani kur hyn në Islam duhet me ndru gjendjen e tij rrënjësisht. Nuk duhet me met pjesërisht musliman, pjesërisht xahil. Kënena unë po falna, pëlqoj një sunet, shfaqin një sunet në të jashtëmën, anena hala do më thënë me met me moral xahiljetit e me veset xahiljetit. Jo, pastaj duhet me reflektu, do thot edhe për ka ana vepres e moralit e kështu me radhë. Sepse Islami nuk është një pjesë e caktuar. Islami është tërësi në komplet jetën. Edhe ky do thotë e ndron komplet gjendjen e tij dhe aq e ka dashur pastaj këtë gjybe që ia dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, saqë përmendet që Muaviu radhiyallahu ta'ala anhu ja kish bë ofertë 10.000 dirham ose dinar, ofertë që veç ama shet që gjybe. Ama s'ka pranu. 10.000 dinar shlirë muna me thënë që ka qenë pasuri me vlerë ma shumë se 10.000 euro tash. A me gjithë ato nuk ka pranu me ja dhënë. E ka prit Muaviu radhiyallahu ta'ala anhu deri kur ka vdek ky, pastaj ka shku te djemtë e tina dhe ja ka bë ofertën dy fish. 20.000 dirham ose dinar ja ka ofru vetë që me ja dhënë gjybën, dhe ata do thotë nuk e kanë ditë vlerën e gjybës sikurse që ka ndje baba i vet. Pra Ka'b ibn Zuhairi, i cili kur ja ka ofruar Muaviu 10.000 dinar, ka thënë ma kuntu li uthira bi thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadan. Kërkuna nuk i kisha dhënë përparësi para teshës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. As ja ka dhënë kërkujt. Po pastaj djemtë e tij, do thotë ja shesin Muaviut radhiyallahu ta'ala anhu, të cilën pastaj Muaviu e merr edhe e vesh, është njoft pastaj kjo gjybe si gjybeja e sultanëve. Gjybeja e sultanëve, sepse e kanë trashëguar pastaj edhe do thotë halifët e tjerë pas Muaviut radhiyallahu ta'ala anhu. E ky do thotë ka qenë rasti i Ka'b ibn Zuhairit,
që në këtë kohë pranë vitin e 8 është bë musliman edhe e ka ndru gjendjen e tij 180 shkallë prej një armiku të përbetuar që ka propagandu kundra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është bën në një mbrojtës i islamit dhe do thot ndihmës i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në fushën e vet që ka pas, pra në poezi me cilën do thot i ka thirrë njerëzit në islam. Pas kësaj përmendet do thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është largu pej Gjiranës, pra i kanë ardhur edhe 4 persona nga fisi Banu Tha'laba, e kanë tregu, kanë thënë ja Rasulullah, na jemi delegatët e popullit ton, kanë ardhur me të tregu që populli jon u bë musliman edhe kanë hyrë do thot në nështrimin e Allahut azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka marrë disa ditë, i kanë nderu me musafirllëk, edhe në fund kur kanë ndesh ata mu largu, i kanë thënë innehu la islam liman la hijrata lahu, kenani do thotë që nuk ka islam pa bo hijret. Nuk ka islam pa bo hijret. Ama kjo ka qenë, ata kanë një do thotë do dispozitat të mahershme. Nësa dim që mas çlirimit të Mekës, hijreti ma është anulun, nuk ka qenë obligativ. Ai thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thot haythu ma kuntum wattaqaytumullaha fala yadurrukum, tha aty ku jeni dhe do thot mundeni me ju nënshtru Allahut azza wa jall, atëherë aty çndroni sepse kjo nuk ju bën dëm. Pra fakti që nuk bëni hijret nuk prish punë kurrë përderisa mundi në atë vend me praktiku fen e Allahut azza wa jall. Në fund kanë qëndru disa ditë, kur janë largu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar do thot Bilalin që me ju dhën dhurata sikurse çu i jepet delegatëve, dhe ja ka përgatit do thot ju ka përgatit argjend në sasinë e 5 okëve, dhe ja ka dhënë secilit ka 5 okë argjend. Me të arritur në Medinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në muajin Dhul-Qa'da, pra të vitit 8, e ndërmerr edhe një hap në përhapjen e islamit. Ndërmerr një hap në përhapjen e islamit. Dhe dërgon Amr ibn Asin radhiyallahu ta'ala anhu, i cili frikë kishte pranuar islamin, ama pejgamberi sa ka pas konsiderat për ta, e dërgon tek mbreti i Omanit. Omani është një shtet, tash do thot është në pjesën jugore të Emirateve Arabe dhe anash Jemenit. Atje do thot kanë qenë 2 vëllezër të bijt e Gjulendiut, njëri prej tyre ka pas emrin Jafar, a tjetri Abd. Jafar edhe Abd. Ai thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Amr ibn Asit me ja uçu aty me një letër ftese në islam. Sikurse çu shpat bë me mbretërit më herët që e kena përmend mas ngjarjes së Hudejbiyes. Në atë shkres ja shumë këto fjalë. Thot Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammedin ibn Abdullah ila Jafar wa Abd ibn al-Julandi. Me emrin e Allahut mëshirëplotit mëshiruesit, kjo letër është prej Muhamedit, të birit të Abdullahut, për Gjejferin edhe Abdin të bijt e Gjulendiut. Thot selamun ala man ittaba al-huda, paqja qoftë për ata të cilët e ndjekin udhëzimin. Amma ba'd, pas kësaj, fa inni ad'ukuma bi di'ayati al-islam, aslima taslama. Thot po ju sërras në thirrjen islame, nënshtrohuni të shpëtoni. Nënshtrohuni të shpëtoni. Fa inni rasulullahi ila an-nasi kaffatan li undhira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin. Thot sepse unë jam i dërguar i Allahut tek gjithë njerëzit, për me i paralajmërua dhe me atërheq vretin atyre që janë gjallë dhe që do thot me triumfu fjala e Allahut mbi kufart apo jo musliman. فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما. Thot nëse ju dy e pranoni islamin, atëherë unë kam ju vendos
si mbretër të popullit juaj, kam ju lënë në mbretërinë që jeni. E nëse nuk e pranoni Islamin, atëherë dini që mbretëria juaj ka me ra, pra ka me u shkatru. Wa khayli tahullu bi sahatikum wa tadhharu nubuwati ala mulkikum. Thotë edhe ushtria ime ka me ardhë në oborrin e juaj dhe ajo pejgamberia ime ka me triumfu mbi mbretërinë e juaj. Kjo është domethënë ajo fakt përmbajtja e letrës që ja kishu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbretit të Omanit. Dhe këtë letër e kish shkruar do thotë Ubej ibn Ka'bi radhiyallahu ta'ala anhu, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kish volos me vulën e tij dhe merr Amr ibn Asi niset drejt Omanit dhe fillimisht vendos që me shku tek vllau i dytë, Abdi, i cili ka qenë do thot më i butë dhe si person jo do më thënë nevrik. Ka qenë ma mundësia për mu afru me to, ka qenë ma lehtë. Dhe shkon e takon Abdin, i thot inni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ilejke o ila ekhik. Thot unë kom ardhë në cilësinë e delegatit, se Arab do thot shka kanë qenë njerëz me nam, jo njoft me zveti. Thash kur ka shku Amr ibn Asi, ata kanë njoft. Mi po ky ka treguar në çfarë cilësie ka shku. A thënë kom ardhë në cilësinë e delegatit të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai tash kur e shet që ka ardhë fillimisht te ky, i thot vllau jam, thot është edhe më i vjetër në mosh, po edhe më i lartë në post. Do thot ajo është mbreti i këtij vendi. Ai e kishte trashëguar do thot mbretërinë e babës vet. Edhe i thot masi ka ardhë unë fillimisht, inshallah thot nëse kam më çut të vllau që me bisedu drejt për drejt me ta. Ama thot për çka kjo ardhë? Çka po na thirr? Amr ibn Asi kthen thot ad'uka ila Allahi wahdahu la sharika lah wa takhla'u ma ubida min dunihi wa tashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Thot kum ardh me të ftu për tek Allahu azza wa jall. Për mos me i bo ati shirk askand, me ilan idhujt të cilët i keni adhuru krahas Allahut fuqiplot, edhe me dëshmu që Muhamedi është i dërguar i Allahut dhe robi i tij. Ja përcjelli mesazhin drejt për drejt. Ky ja ktheni thot ja Amr. O Amr thot, ti vet je zotëria i popullit tënd. Se Amr ibn Asi don babën e ka pas kryetar fisi, me thënë kështu kushtimisht. Thot ti je vet zotëria i popullit tënd. Andaj thot tregona çka ka bë baba jot, se na kena pas shembull babën tënd. Ka ndesh do me këtu një irnek se çka kanë bë udhëhecit e tjerë. A ky tregon thot mata wa lam yu'min bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot baba jam ka vdek pa i besu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ama wadidtu annahu kana aslam wa saddaqa bihi. Mi po thotune shumë kisha pas qef si kur t'ish bo musliman, edhe ta kish besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E thot edhe unë më kon njëhen fillim në mendimet e babës, deri sa Allah azza xal më ka udhëzu në islam. Dhe e kum pranu do thot islamin dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojnë pyetjet e tina, pastaj mi kuptu detajet. Thot famata tabi'tahu. Kur ka ndodhë që ti e bo muslimane dhe ki ndjek. Dhe kjo i të regonë, thët, tash frik, nuk është shumë largë. Thët, ejnë e kane islamuk, ku e ki pranu islamin, cilin vend? I të regonë, thët, ju më konë të në gjashiju, kur e kom pranu islamin. Dhe këtë historit të Amrit e kena përmend më herët. Pastaj e pyetët, në gjashiju vetë, çka ka bo? Tash, për intereson mbretit e tjerë, qysh e kanë trajtu, do thot Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ky të regon, do thot për në gjashijun, që shu bo musliman e tjera, thot, e populli vet, çka kanë vepru me mbretërinë e tina, thot, gjithjen bo musliman. Thot, adhe ato farë priftrinët dhe murgjit që kanë qenë, thot, krejt që kanë kënë me në gjashijun, nën, pra pushtetin e në gjashijut, krejt e kanë pranu islamin. A kjo tash i vjen pak absurde, i thot,
O Amr thot, ki kujdes thot çka po folit se do thot rana është vesi më i keq për një burr, që do thot është ves që nuk ban burrat me fol fjalë të pavërteta. Dhe Amri ja kthen thot, nuk jam ty të gënju as pak, thot sepse gënjeshtën e kemi haram edhe në fen ton, në fen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po thot Herakliu çka ka bën me Nejashiun mbasi e ka pranuar ky Islamin? Sepse do thot Nejashiu, Etiopia ka qenë nën sundimin e Bizantit. Perandoria bizantine romake ka mrit deri në Etiopi në fund të Afrikës. E Nejashiu ka qenë nën shërbimin e Herakliut. Thot tash tipi intereson do në shkolla manal. Çysh e ka leju Herakliu Nejashiun mu bë musliman, me lën fene do thot fene Herakliut. Thot a ka ditë Herakliu që Nejashiu bë musliman? Thot po e ka ditë. More, thot ku pe din ti këtë punë? Thot pe di se unë më kanë do thot prezant aty kur masi u bë musliman Nejashiu, i cili kohë pas kohe i ka dhënë taksa, ja ka dërzu taksat Herakliut, ka pagu haraj. Thot masi e ka pranu Islamin Nejashiu dhe ka besu në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pa të thënë la wallahi law sa'alani dirhaman wahidan ma a'taytuhu. Pasha Allahun, edhe një dirham më malyp Herakliu masodit, kur s'kam ja dha. Fabalagha Herakla qawluhu faqal. Edhe kur i ka mrithët këto fjalë, kur i kanë mri Herakliut, një person afër Herakliut që ka qenë do thot një këshilltar, ka thënë vallë, ka thënë pelan robin tënd që me kalu në një fe tjetër e më ta nal ty harajin mos më t'i dhon taksat. Herakliu thot veç kamet dhe ju ka përgjigj rajulun raghiba fi dinin fakhtarahu li nafsi. Thot çka mi bën një njerit i cili e ka pa një fe që është e mirë edhe e ka zgjedh. Çka don mi bë ati? Sepse gjithë kanë ditë do thotë që motorët e fesë janë më të fuqishme se çdo motor tjetër. Aty domethënë nuk bën punë as pasuria, as fama, as do thotë përkatësia etnike, as kur gjë hiç. Njeri kur e pranon një fe, edhe e përqafon atë fe, pastaj çdo sen që ka i del përpara që cënon fenë e tij, do thotë nuk mundet me nal. Edhe këtë përgjigje e dha Herakliu. Çka don mi bën një personi që e ka kuptuar se një fe është më e mirë edhe e ka zgjedhur atë fe. Thot pasha Allahun, mos t'i shkon ajo far kooperacia që e kam për pushtetin tam, edhe unë kisha më bë sikur Nejashiu. Këto janë fjalë të Herakliut, perandorit të Romës, që dihet do thotë se Roma ka qenë perandori e fuqishme. Tash pra në sa territor ka pas. Komplet kënë Evropën, Afrikën anë ka pas edhe në lindje, në lindje të mesme ka mri. Megjithatë që ky perandor ka thënë mos t'i shkon ajo far tamaqërllëku që ka kooperacia për pushtetin, edhe unë ja kisha bërë si Nejashiu. Me këqyr me ideologjitë e do thotë bidatxhive që e bëjnë musliman njerin veç pse ka simpati ndaj Islamit, edhe Herakliu i shkon musliman. Ama aja ka pranu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Islamin e tij, s'ja ka pranu as Allah azza wa jall. Pse? Tash dikush thotë, po çysh ky? Donë pas ka ditë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber. Po e ka ditë. E ka ditë që veç Allahun do të më adhuru. Po e ka ditë. Edhe me fjalë bile e ka thënë. Sikur mos të shkon kooperacia, unë isha bë si Nejashiu, unë isha bë musliman. Ama ka nal kooperacia. Po ky a ka ditë që ky është pejgamber? Po. A ka ditë që veç Allahun do të më adhuru? Po. A ka ditë që kjo është feja vërtet? Po. A u llogarit me çdo musliman? S'u llogarit musliman. Sepse Islami nuk është veç ti me thon fjalë pe gojës tënde çka të don. Islami kërkon vepra, kërkon punë. Jo vallon me zemër, e kam zemrën e pashtë, unë jam i mirë me zemër, tash
kënena graja bën çka dush, kënena jeto si do thot si qafire, ama me zemër thunë një musliman. Ashtu nuk shkon. E këtë e kanë ditë, do thot, kufarët e atëherët e kanë ditë shumë mirë, që për islam dosh me punu. Ama njerëzit i kanë prish pastaj ideologjitë e jehudive që përhap edhe tek grupet e devijuara në islam. Edhe kur i dëgjojmë këtë fjalë, do thot abdi, nalët dhe thot, njëherë i thot, o Amr, a pe din çka ti fol? Ky thot, pasha Allahun, do të jam të thasën vërtet. Atëherë kallëzon thot, çka urdhëron ky njeri për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Cilat janë ato parimet e festi, çka na urdhëron, çka na ndalon? Edhe Amri i tregon thot, ya'muru bi ta'ati Allahi azza wa jall wa yanha an ma'siyati. Thot ai urdhëron që më nënshtru Allahut, edhe mos më i bë mëkat atij, do mos më kundërshtu Allahun fuqiplot. Wa ya'muru bil birri wa silati rahim. Urdhëron që njeriu më bë bamirësi edhe mi lidh, do mi mbajt raportet familjare. Wa yanha an adh-dhulmi wal 'udwan. Dhe ndalon armiqsinë dhe zullumin, wa an zina wa shurb al-khamr, wa an ibadati al-hajar wal-wathan was-salib. A thot ndalon që ndalon zinan, pirjen e alkoolit dhe adhurimin e idhujve, drunjve dhe kryqit. Ja përmend këto parime. Edhe abdi si ti dëgjon këto fjalë, thot ma ahsana hadha alladhi yad'u ilayh. Thot sa të bukura kokën këto gjana në të cilat po thirr ka ky njeri. Law kana akhi bi muttabi'i alayhi la rakabna hatta nu'mina bi Muhammad wa nusaddiqa bihi. Thot, nëse vllau jam kish ngumu, thot që tash i kishum hyp kalit edhe i shumë nis drejt e Muhamedi për me i besu edhe me e pranu si pejgamber. Ama thot vllau jam është thot shumë koprac për ka pushteti. Për ka ana pushteti thot është shumë koprac, edhe thot vështirë që pranon me lën pushtetin e tij edhe mbretërinë e tij e me u bë bishti dikuna. Thot shumë vështirë është. Thot Amri ja ktheni thot, nëse vllau jote pranon islamin, dije që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me vazhdu me lën mbret të popullit vet. Dhe me urdhëru që me marr sadakan për njerëzve të pasur me çu tek njerëzit e varfër. Edhe kur i dëgjoj këto fjala ja pet thot shumë thot mësime të mira këto. E çka është thot sadakaja? Edhe tani Amri ibn Asi kallzon sadakaja është me dhën pasurinë, çdo kategori do të me dhën, dhe të mrin te devet. Ku të mrin thot o deve do të me dhën, nëse i ki çekash do të me dhën çekash. A thot veç pak o Amr. Thot që ky populli që unë jetoj në mesin e tënve, me shku mja u marr ato far bagtit që kullotin në për livadhe, edhe pin ujin e do në lumenjve, e mja qu tjerve, thot vështirë që e pranon kjo popull këtë sen. Dhe do të t'i bëjnë këto biseda, në fund Amri të regon, thot, a i shkojtë me bisedu me vllaun e vete, më lanë në zdi sa ditët kom net të këta. Dhe priçan më s'ka një lajmë pejtonve, edhe çdo ditë, do thot abdi, ja çonte fjalët e mia çka i shpjegojsha, do thot abdit, ja çonte vllaut vet dhe i tregonte se çysh është situata e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një ditë thot thiri, mbreti tash, thiri, shkova në mesin e tij, ata rrethot thotë që kanë aty më kapën për kreshëm, shtynshin, ky i tha lane, mos e ngusni. Tha deshta më ul, më thon mos më ul, se tash para mbretit ku bëdon ti më ul. A thot mu drejtu fol çka ki për çka ki art. Unë thot ja zgata shkresën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ajo mori e lexojti komplet, pastaj ja dha vllaut vet me lexu dhe i tha ala tukhbiruni an Quraysh kayfa sana'at. Tha kallzom çka kanë bë Quraysh. Se dim që Quraysh kanë pas një pozitë veçantë te arab. E kanë qenë shëmbëltyr për pjesën tjetër të arabëve. A këti interesant thot kallzom çka kanë bë Quraysh. Ja kthen Amri thot e kanë pasu ose me qef për mu bë musliman ose me zor nga frika prej shpatës. Thot këto do të me kuptu musliman që
ajo farë premisa se Islami është paqe dhe është përhap me paqe, duhet me pas kujdes kur njerëzit e thonë. Pse? Sepse kjo është e vërtet pjesërisht. Edhe që ty do më thënë, ati kuna pi folesh, më nëhësh, do thëtë, dikuna që kërkahis është me fe, edhe i thush, po Islami është fe e paqe, se ajo është përhap me paqe, a thëtë, po një qysh përhap me paqe, kurse, a është që ki pejgamberi juj që ka vra filan, që ka urdhëru me vra, a është ky që i ka luftu popullin e vetë Kurejsh në Mekë, a janë sahabët e tij që kanë luftu, kanë shliru venet duke luftu, a është, edhe ti bjen që të se, çka i thu ti pastaj? Tash do ky ta ka sjell ty një dyshim. Ta ka sjell një dyshim që mbas premisës tonë të gabume që ti e ke ndërtu Islamin tonë mbi ta ka rënu çat premisë. Do të muslimani duhet të pas kujdes që nuk duhet me ndërtu fen mbi parime të gabume, mbi premisa të gabume. Sepse vjen dikush me një realitet tjetër, ta rënon çat parim të gabum, edhe pastaj ti mesësh, domethënë, ose duhesh me tin dyshimet që po një me marrë këto. Po një me kanë përhap me luftë. E qysh pra Islami s'ko ka fe e paqës. Ka përhap me luftë, pas kanë myt njerëz. Qa me botash? Edhe e muslimanët këtë duhet me pas parasysh. Islami është fe në nështrimit. Jo, dikush thot Islam i bjen paqe. Islam si bjen paqe. Islam i bjen në nështrim. Në nështrim ndaj Allahut Azza wa Jall. Paqja vjen masit në nështrohesh. Kur të nënshtrohesh Allahut Azza wa Jall, vjen paqja. Momentin që si nënshtrohesh Allahut Azza wa Jall, nuk ka paqe pastaj. Se ose detyrohesh me pagu xhizjen, ose detyrohesh me u luftu. E kur të luftojnë pastaj, ose zihesh rob, ose të vrasin. Ama paqja vjen vetëm atëherë kur ti e pranon Islamin. Ose pranon me jetu nën sundimin Islam, duke i pagu taksat që i ka parapa Allah Azza wa Jall. Që atëre ka pache. Ama nëse ti e kundërshton Islamin, e kundërshton Allahun Azza wa Jall, s'ka pache për ty pastaj. As këtë dunja, as në botën tjetër. Për atë dhe Amri ish realist. Nuk më nu m'ja pështjall mi thënë, valla po kretë kanë pranu Islamin, se Islami është fe e pache, se... Jo, i tha do e kanë pranu Islamin nga dëshira për më bo musliman, e do tjerë s'patën qarë pa pranu, se patën ututën prej shpatës. Ç'kjo është domethënë realiteti i Islamit. Ama ai që bëhet Islam, pastaj për to ka paqe. Ai që pranon me jetu në pushtetin Islam, për to ka paqe pastaj. A si të bën të kundërtën? Ja Allah s'ka paqe. As këtë dunja as botën tjetër. Çu shpëton ti me pas paqe, me jetu me paqe, mos më të nguc kërkush në tokën e Allahut Azza wa Jall, duke e thith ajrin që ka kriju Allahu Azza wa Jall, me gjymtyr që ti ka kriju Allahu fuqiplot, edhe me gjithë ato duke mohu Allahun fuqiplot. Çu shpëton me pas paqe? Ku e gjen këtë trajtim ti kështu? Kërkuicën e gjen këtë trajtim. Ama Allah Azza wa Jall ta mundson me vazhdu me jetu në këtë dunja. Mirë po, jo në paqe. Pastaj sun jeton në paqe. Se në çdo vend ku s'ka Islam, aty s'ka paqe. Edhe pse këto far ideologjit e kufrit në gënjejnë. Demokracia, paqe. Po çfarë paqe kurse ti tutesh me lën fëmin ton, do të thënë pa kujdestar me një stacion me një diku, se vjen dikush ta kap ta vjedh edhe monizot të diku përfundon ai fëmin. Apo përfundon si do të thënë mish i dikuna që e konsumojnë, apo përfundon do të thënë në si i abuzuar nga zinaja kështu me radhë. Çfarë paqe është kjo? Çfarë paqe është kur ti domethënë detyrohesh me pagu taksa, pagesa të mëdha me siguru shtëpinë, me siguru veturën, me siguru diçka. Ajo s'është paqe pastaj. Ti jetu me një paqe të rrem, ku je duke u bërë rob i dikujt. Ajo s'është paqe. Paqe është veç kur ti je rob i Allahut Azza wa Jall. Pastaj jeton del shlir, domethënë fëmia, del shlir femra nëpër rrugë, del shlir njëri në gjys natës, edhe kërkush guxon me e prek sepse i tutën Allahut Azza wa Jall. Çfarë është paqe? Mo jo paqe kur ti ecesh në borën ton tutesh me dal se mos po gjon dikush, mos po hin dikush, jo, ai s'është paqe. Dhe Amri i tregoi tha, u bën musliman, do thotë e ndjekën Kurejsh të Mekës, disa prej tyre ndjekën nga dëshira në Islam, disa tjerë nga frika prej shpatës.
Tha wa man ma'ahu, e kush janë që ata njerëz domethënë që pendjekin kët pejgamber? Tha an-nasu qad raghibu fil islami wa ikhtaruhu ala ghayrihi. Tha njerëzit po e dojnë islamin dhe e kanë zgjedh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam karshi gjithë tjerëve. Do të këti po japin përparësi karshi edhe prindët vetë kujt do tjetër. Wa arafu bi'uqulihim min hudallahi iyahum annahum kanu fi dalal. Thot e kanë kuptuar me mendjen e tyre pasi që i ka udhëzuar Allahu azza wa jall, e kanë kuptuar se më herët kanë qenë në devijim. Ngjarën kështu domethënë një fjalë shumë me rëndësi që ka të bëjë me imanin e besimin e njerit, që Amr ibn Asi nuk kish hala 2 vjet që i ka bëu që u bë musliman, ama kuptoi këtë realitet. Fa arafu bi'uqulihim min ba'di hudallah. Thot me mendjen e tyre e kanë kuptuar pasi që Allah azza wa jall i ka udhëzuar. Do thot njeriu sa do më koni mençur, sa do më koni zgjuar, nëse Allah azza wa jall nuk ka udhëzon, s'ka kush që udhëzon. As mendja ati, as kur far libri, as kur far hoxha, as kur kush hiç. Nëse Allah azza wa jall më udhëzu. Edhe Amri shumë mirë e di këtë. Nuk tha dohën ata arritën me mendjen e tyre me kuptu që Islami është më mirë. Jo. Arritën me mendjen e tyre me kuptu masi që i udhëzoi Allah azza wa jall. فما أعلم أحدا بقي غيرك في هذه الحرجة. Tha nuk di dikush tjetër që ka met në pozitën që e ti përveç teje. Do të thotë gjithë fiset e tjera arabe, do të thotë kryetarët e mbretërit që ishin e kishin pranuar Islamin, e thotë keni met veç ju. Thotë nëse ti sot e ndjek Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, realisht thotë nëse ti sot nuk e pranon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thotë ushtria e tij kanë më ardhur këtu në shtetin tonë, edhe kanë më ta bërë rrafsh, kanë më ta shkatruar, domethënë gjitha begatit që i keni këtu. Andaj bënu musliman që të shpëtosh. Thonë ç'ky është realiteti sa. Bënu musliman që të kesh paqe. Ndryshe s'ka. Nuk ka domethënë unë po dua me jetu me kufrin, edhe me bidatët, edhe me të çfarë flleshtinë, të adhuru të çfarë idhullie, të çfarë feje do të poshtër, ama megjithatë po kum qef në paqe. Ashtu nuk ka. Thot wa yasta'miluka ala qaumika wa la tadkhulu alayka al-khayl wal-rijal. Thot edhe nëse bëhesh musliman, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka më të bë udhëheqës të popullit ton dhe ushtria e tij nuk kanë më ardh deri tek ti, pra kanë më të lënë të qet. Dhe ja kthen do thot mbreti thot prit një ditë a dy, nesër më thot hajde dhe ka më të dhënë një përgjigje. Pastaj thot shkova te vllavi i vet, do te Abdi, më tha ja Amru inni la arju an yuslima in lam yadhna bi mulki. Tha Amr, tha peshoj shumë jam të shpresu, kam shumë shpresa që kam u bë musliman, nëse nuk tregohet koprac për pushtetin e tij që e ka. Pastaj thot nesër kur shkova nuk më dha leje don me hy tek ai, pastaj shkova ndërmjetësova te vllavi i vet, më në fund mas disa ndërmjetësimesh më thiri dhe më dha këtë përgjigje. Më tha inni fakkartu fima da'awtani ilayh. Fa idha ana ad'afu al-arabi in mallaktu rajulan ma fi yadi. Hakum menu mirë në ato sene çka u kithir. Ftesën që më ke bë. A thot rezultati që e kom nxerr është se nëse unë pushtetin tim ja dërzoj dikujt tjetër, pe llogaris veten më dobtin e arabëve. Wa huwa la tablughuhu khayluhu ha huna. A thonë e di mirë që ushtria e tij s'ka mundësi me arrit këtu. Do thot ushtria e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka mundësi me arrit këtu. E thot nëse megjithatë arrin ndaj kone, thot kam u përball me një luftë që kur më herët se ka shiu. E thot Amri, nisa me dalë, ty dalë, e pash që vllau vetë shkoj të mu veçu me to, do thot me një vene, ja dha disa këshilla, dhe i tha që nësë jenë në gjendje mi po ballat i një. E çdo kush që ja ka qu letrën, e ka pranu islamin, e ka pranu do thot ftesën e tij. Edhe të vazhdojnë ata edhe atë natë me bisedimet tënve, edhe të nesërmen në mëngjes erdh një
lajmëtar dhe më treguan që mbreti edhe vllavi i vet pra e pranun Islamin. Edhe pranun që me qenë ndjekësat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thotë më dhanë lenë me qelën dyrë që me menaxhu zekatin e popullit, sepse ata nuk kishin njohuri, dhe atë njëjtën kohë thotë më dhanë lenë që me gjyku në mesin e popullit ashtu qysh e kërkon Islami dhe Allahu azza wa jall. Pastaj thotë do thotë tregon Amri radiallahu ta'ala anhu që e kom zbatu do të rregullat e zakatit, pasurinë të pasur e kom marrë, kom qitë dvarfërve, dhe kështu ka vazhdu do thotë Amri duke punu në Oman deri kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë për një vit e gjys afërsisht mas kësaj date. Edhe banorët njerëz të Omanit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lavdru do thotë si popull. Përmendet një hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon do thotë kish dërgu një person të një fis arab për me i thirrë në islam, ata kishin prit keq. Ty e shaj, ty ofenduar, kishin rre. Dhe kur kthehet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai thot: "Law anna ahla Oman atayta ma sabbuka wala darabuk." Sikur të kishe shku te populli i Omanit, as të kishin rre e as të kishin ofendu apo shah. Kjo është do thot Islami i njerëzve të Omanit bashkë me mbretërit e tyre. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë kësaj kohe e dërgoi edhe një sahabi tjetër tek një mbret tjetër, tek realisht Ala ibn Hadramiun, sahabiun e çoi tek mbreti i Bahreinit. Tash këto domethënë janë në anën perëndimore të Suedhesës arabe. Tash kur është Arabia Saudite, në anën lindore realisht, në anën lindore të Arabisë Saudite i kemi shtetet do thot Bahreini, poshtë Bahreinit do thot është Omani, e përmi pastaj vazhdojnë do thot shtetet e tjera sikur Dubai, Emiratet Arabe e kështu me radhë. Edhe ja dërgon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çashtu një shkresë mbretit të Bahreinit, si e ka pasur Al-Mundhir ibn Sawa Al-Abdi dhe e thirr në Islam. Bashk do të thotë në delegacion e çon edhe Ebu Hurajrën radhiyallahu ta'ala anhu së bashku me disa njerëz. Dhe kur shkon Alai radhiyallahu ta'ala anhu e takon Mundhir ibn Sawan, i thot ja Mundhir. Ja paraqet do thotë ja jep një këshill. I thot ja Mundhir. Thot innaka 'azimul 'aqli fi ad-dunya fala tasghuranna 'an al-akhirah. Thot ti në dunja me të vërtet je i mençur, edhe ki do thot zgjuarsi të madhe. Andaj thot mos e poshtro veten në ahiret. Inna hadhihi al-majusiyya sharru din. Sepse populli i tyre me anetash fillon ka lindja pej Bahreinit e tutje, kanë qenë pastaj me gjus sepse kanë pas ndikimin e Persisë. E Persia ka pas fen me gjuse. Me gjusit janë zjarputistët. Ata kanë adhuru zjarin. Dhe thot kjo fe me gjuse që ju e keni, thot është feja ma poshtë dhe ma fleqt, ma keqe. Thot yunkahu fiha ma yustahya min nikahihi wa ya'kuluna ma yutakarrahu min aklihi. Thot në këtë fe e gjan që nikahi bëhet në mes, bëhet nikah i turpit. Sepse ata s'kan pas kufi ku me kanë martohen. Sikurse Allah azza wa jall që ja ka përcaktuar muslimanëve, zban me motrën, me nanën, i ka përcaktuar ato që ka zban me martu. E të tas kanë ekzistuar këto. Kan pas domethënë edhe numrin e grave, kanë pas pak kufi, edhe do thot ka qenë fe e turpit. Edhe thot hajn gjana që janë të fllishta dhe të këqija. Edhe me kështu do thon ditë sodit atë fet zjarpotiste që janë ne, do thot India, po edhe matutje Kina, vendet e matutje që janë më të fllihtit në këtë aspekt. Edhe nuk ki domethënë popull më të fllihtë se sa hindus që janë në Indi. Do të skëshyrin çka hajnë, çysh hajnë, Allah azza wa jall ka poshtruar edhe në aspektin fizik. Mas janë të prisht në zemër që bëjnë shirk, i ka poshtruar në aspektin fizik. Kur vazhdosh matutje në Kinë, në ato vende tjera, po, hajnë ty çfarë kafshë. S'kan kufi hiç. Han çana, maca, aty çfarë lakuriçesh, çmos hajnë. Janë gjëra që janë të gërditshme.
që trupi njerit nuk i pranon. Thot wa ta'budu fi dunya naran ta'kulukum yawm al-qiyamah. A thot jeni duke adhuruar një zjarr në dunja, i cilin ditën e kiametit kam ju djeg. Çaj zjarr që jeni të adhuruar në dunja, në botën tjetër thot kam ju djeg. Wa lasta bi adimi aqlin wala ra'yin fanzur hal yanbaghi liman la yakdhibu fi dunya an la nusaddiqahu. A thot në të njoh ty që nuk je njeri mendje lehtë. Thot në të njoh si njeri të zgjuar. Andaj thot mendo vet. Çka po ta marr mendja? Një njeri i cili nuk gënjen në dunja. A ja vlen që na mos me i besu? Unë kishte fjalën për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot kur s'kena një prej ti gënjeshtë. Atash a duhet mos me i besu? Një njeri i cili nuk tradhton kur, a duhet që na tash mos do thot me urujt prej tij se mos po na tradhton? Një njeri thot i cili gjithmonë e man fjalën, a nuk duhet na me i zën bes? Kjo është shumë e logjikshme. Një person që kur s'ka rrejt. Pse kur po ta thot një fjalë për ahiretin, pianizish vallahi që të s'po m'pëlqen, na është aty rrejt. Pse? Ai kur s'ka rrejt. Pse s'po thu që kjo ka mundësi është e vërtetë? Ose një që kur s'ka tradhtu, ti tash me anis me pas dyshime për to, ja se na shtam tradhton. Po mirë, kur të ka tradhtu më herët, jo kur. Po pse po bën mendim të keq për to? Tha, nëse është kështu, atëherë dije që ky është pejgamberi të cilin Allah Azza wa Jall e ka dërgu, do thot pejgamberi i fundit që e ka dërgu Allah Azza wa Jall, la yastati'u dhu aqlin an yaqul, që thot asnjë njeri i mëshëm nuk mundet me thënë lejte ma amara bihi naha anhu au ma naha anhu amara bihi. S'mundet me dal një njeri që ka mendje, aql të shëndosh, me thënë vallai e pas ka ndalu që të sen, po ma mirë me s'ta kish ndalu. Ose pas ka urdhru me bo që të pun, po ma mirë me s'kish urdhru. Dhe s'ka mundësi me gjithë në fene e pejgamberit, në fene Allah të zëgjel, diçka që mendja e shëndosh, me thënë valla që kjo s'o mirë. S'ka mundësi. Dhe mbreti i Bahreinit, El Mundhir, ja këtheni thot këto cilat misole, këtë shkresën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe këto fjalë që mi the, thot i pasha i lexova mirë, edhe i meditova mirë. Fa wajadtuhu lid-dunya dun al-akhirah. Thot këtë shkresë që lexova e pasha është për dunja, po s'po fol për ahiret. Për dunja, po s'po fol për ahiret. Dhe pastaj thot kum pyet për fenë juaj, edhe kum pa që është për dunja edhe për ahiret. Thot i kushton rëndësi edhe dunjas edhe ahiretit. Është feja më balancume, që nuk ka mundësi me gjetë një fe më të balancume se kjo. Andaj thot nuk po shoh ndonjë pengesë që mos me pranu një fe në të cilën e gjot dëshirën e ahiretit dhe qetësinë e vdekjes. Dhe me këtë e pranon pra mesazhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i nënshtrohet Allahut fuqiplot dhe bëhet musliman. Pastaj ja shkruan një letër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot amma ba'd ya Rasulullah. O i dërguari i Allahut, e kam lexu letrën që ma ke quti. Parmen, subhanallah, me çfarë mallëngjimi ja kanë shkruar këta njerëz të letra pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Drejt për drejt kanë mujt mi thënë ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut. Thot e kam lexu këtë shkresë për veti edhe e kam lexu njerëzve të Bahreinit. Për tyre thot ka pas që e kanë pranuar Islamin edhe do thot kanë treguar simpatinë ndaj tij dhe janë bërë musliman. Mi po thot ka të tjerë të cilët nuk e kanë pranu dhe e din ti thot që unë jem në një tokë ku ka megjus edhe jahudi. Ka zjarpotista a jahudi. Andaj të regom se çka me bo me ta. Çka është domethënë ajo kulmi që çdo musliman sot duhet me kuptu, po që fatkeqësisht po ka që pe kuptoj. Ky njeri e pranoi Islamin sot, ish mbret, kish pushtet të madh. Edhe për ja shkruan tash me një herë letrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në fund letrës pi thot, unë kam këtu megjusi edhe jahudi,
edhe do tjetë që se kanë pranu islamin hiq, kallëzon çka me bo me ta. Nuk po thot që unë e mbreti, në gjo njerëzit e mi, kush janë të kjerë këta, di që do të mja bo me ta, kuj në gjep, anë ajo është pejgamber, në regull, këtë mirë, po kuj në gjep, aj pi atje, këta këtu se që do të mos janë me ta. Andicodit ki musliman që shitën selefi e ndjekës sunetit, që thojnë qështu. Ja paraqet ti hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ai thot po ama tash kanë rru koha. Kanë rru koha. Këto hadithe është të vërtetë çashtu pejgamberi ka thonë kush e lën namazin bën kufër, ama kjo ka qenë për një kohë para 1400 vjetë, atë këtë janë kon musliman, këtë janë fal, po tash kanë rru koha, kanë ardhur një kohë tjetër që njerëzit s'po falen, kështu që ndryshon kjo tash. A ky el-Mundhir ish me gjusi edhe u bë musliman e kuptoj të çka i bën islami. E fatkeqësisht ka plot njerëz dicodi që thënë jemi muslimana se hala se kuptojnë çka i bën më kon musliman. Hala se kuptojnë ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, deklaroj se Muhamedi është i dërguar i Allahut. Hala se në gjendje me kuptu. Që këtë thoti kështu, nuk të metet ty më hapsir me menu nashta po ta marr menja diçka. Ty mos të metet më ta marr menja kur gjë hiç, bash hiç kur gjë. Veç thu, çka ka thënë pejgamberi, çështu, u kry, çdo do të më bë. Jo më armë të rishfa filozofie, po nashta po kështu po ashtu, se na jemi me një vend tjetër, tash të këtu populli tjetër, s'din me fol arabisht, kanë adete tjera, kanë zakone tjera, kanë diçka. O, i ndërum, apo don islam, a çka po don? Nëse po don një fe tjetër, të çfarë të rgjaset, çfarë feje po don ato merre. A mësuj që jam musliman. Se islami i ka rregullat e veta. Edhe ne do të më ndjek shembullin e këtij burri të madh, që ish me gjusi dje u bë musliman sot. Edhe i tha, kallëzon çka me bë me këta njerëz. Anaj si jemi kërkush i hiç. As pushtet s'kemi, as pasuri s'kemi, as men s'kemi që shduhet, edhe në marrë me që mujna më bo matë me që mëse hadithet e pejgamberit s.a.s. A ky, e njifshin gjithë për menqëri, kish pushtet edhe kish pasuri, po, ata shu në këtu do të me vepru që shtot pejgamberit s.a.s. E kjo është mësimi madhë vllazni, që na marrëm për një me gjusiju, i që u bo musliman. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja kthen letrën. I thot Bismillahirrahmanirrahim min Muhammedin Rasulillah ila al-Mundhir ibn Sawa. Salamun alejk. Tash përshëndetja po vjen në ryshë. Nuk i tha salamun ala man ittaba al-huda. Selami është për ata të cilët e ndjekin udhëzimin. Ama i tha salamun alejk. Se tash musliman u bë. Kjo letrë thash për Muhamedit të dërguarit të Allahut drejtuar Mundhir ibn Sawas. Salamun alejk. Tha fa inni ahmedullaha ilejka alladhi la ilaha illa hu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tha falenderoj Allahun për ty, pa të cilin thot përveç të cilit thot nuk ka zot që meriton të adhurohet. Deklaroj se nuk ka të adhuruar të denjë përveç Allahut dhe se Muhamedi është robi dhe i dërguari i tij. Pas kësaj, fa inni udhakkiruka Allah azza wa jall, fa innahu man yansah, fa innahu yansahu li nafsi. Tha po ta përkujtoj Allahun fuqiplot. Dije se kush tregohet i sinqert edhe i çiltër, sinqeritetin e ka për veten e vet. وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ومن نصح لهم فقد نصح لي. Tha dije mirë se kushdo që i nënshtrohet të deleguarve të mi, njerëzit që më përfaqësojnë mu, tha ai më është nënshtru mu, edhe kush tregohet me ta i çiltër edhe sinqert, është treguar i sinqert edhe me mu. Thot wa inna rusuli qad athnau alayka khayran wa inni qad shafa'tuka fi qawmik. Thot të dërguarit e mi, të deleguarit e mi që i kam çuar popullin ton, të kanë lavdur shumë tek unë. Andaj tha, unë po të bëj ty, po vazhdoj do thot më të lën mbret të popullit ton. Fatruk lil muslimina ma aslamu alayh wa afawta an ahli adh-dhunubi faqbil minhum. Tha musliman që në bo musliman, tha laj në gjendjen që janë.
E ata thot çka bëjnë, çka kanë bërë mëkate, çka bëjnë shkelje, thot i kum fal. Andaj tha pranoj. Wa innaka mahma tuslih falan na'zilaka an amalik. Tha çka do që ndodh me ty, sa do që punon, dije që na s'kena më të ek, s'kena më të largu, do thot prej postit tënd. Wa man aqama ala yahudiyatin aw majusiyya fa alayhi al-jizya. Ndërsa ata individ të cilët po dojnë me qëndru në fenë e tynve jehude ose fenë e tynve megjuse, tha e kanë obligim me pagu gjizjen, taksën. Thot, kjo është toleranca islame. Kush don me najt në fenë e vet, letrin, në rregull, ama në pushtetin islam. Jo me gjykuar me çka don. Gjykohet aty me ligj të Allahut azza wa jall. Monet me najt në fenë e vet, po do të me pagu një taks e cila i paguhet shtetit islam se po të mbron ty. Do të me që ato pare që ky i pagun, shteti islam e merr në përgjithësi me mbrojt. Kush do me ardh armik, si kurse që i mbron musliman tjerë, e mbron këtë jehudin apo me gjusin, kush do koft. E këta quhen, domethënë, dhimmi, popull pakic. Kjo është do thotë ngjarja e mbretit të Bahreinit dhe në fund po përmendi vetëm edhe një martesë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e cila nuk zgjati shumë dhe një gëzim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ndodhi në fund të vitit të 8 që më përfundu do thotë periudhën e vitit të 8 të hijretit. Në vitin e 8 të hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ra të martohet me një grua të re. Umejmetu bintu Nu'man ibn Shurahbil al-Jawniyya. Kjo është prej fisit, do thotë prej familjes Jawn. Kjo martesë ndodhi në muajin Dhul-Qa'da të vitit të 8 të hijretit. Ama këtu ndodhi diçka jashtë të zakonshmes. Tregon Ebu Usaid as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, thotë që pa të shkuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam diku ty ec me ta, edhe shkum me një vend mes dy kopshtëve, u ulëm me najt, ardhi kush e thiri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ana tha ijlisuha huna, tha ju rrini këtu, shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aja kishin sjell kët bashortën e re, domethënë Umejme bint an-Nu'man. Thot kur ja sollën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe hyni u vetmu me to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me hy dhëndër, i tha asaj hebli nefsekili. Do thot me përkthy bukfalisht i bjen dorëzoma vetveten tënde. Që është si shprehje që apo pranon, do thot që tash me mu dorëzu në atë aspektin si bashorte. Edhe ajo e kthen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i thot: "Wa hal tahabu al-malikatu nafsaha lis-suqa?" Kjo ka qenë e bija e një kryetari fisi. Edhe i tha: "Vall mbretresha, a ja jep veten e vet një katunari?" A pejgamberi sallallahu kur është në atë gjendje e kupton që s'është mirë emocionalisht. Edhe zgjat dorën që me prek që me u qetësu ajo. Do thotë dihet që Allah azza wa jalla ka dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam bereqet fizikisht. Një prekje e tij ka qenë me bereqet. Sikurse rasti i atij në betejën e Hunenit që deshti me vrap pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ama kur e pa që s'po munde, pejgamberi ja çiti dorën në zemër, në gjoks, edhe i tha bonu musliman. Edhe ati ju largu komplet urrëtia që kishte për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe kësaj deshti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do thotë me prek me dorën e tij që më u qetësua ajo. Mirë, po çka tha? Tha a'udhu billahi mink. Tha kërkoj mbrojtjen e Allahut prej teje. Aty për sa munal. Sepse është prej rregullave islame që kur dikush kërkon mbrojtje prej teje, atëherë me respektu. Kërkon mbrojtje prej Allahut, atëherë duhet me respektu ata. Edhe tha qad udhti bi ma'adh, ose me një transmetim tjetër i ka thënë laqad udhti bi azim. Tha me të vërtet ki kërku mbrojtje për një të plot fuqishmi. Unë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kish frikën pe Allahut azza wa jall, që kjo po thot unë pe kërkoj mbrojtjen e Allahut pe teje, tash unë me gjithato me prek.
Aty çka i bën me kërku mbrojtje pe Allahut. Tha nal pejgamberi më një herë. Tha faqad udhti bi azim. Au tërhek dhe i tha dikujt tha i tha Ebu Usejdit tha merre vishja një dy par rroba të mira të mëndafshit dhe çoje te familja vet. Dhe lshoj më një herë. Hala do thot pa hin dhëndër me to. Hala pa aprek, do thot sa ish martu frik, lshoj dhe kjo është një prej rasteve që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka lshu gru. Përmendet don 2 ose 3 raste. Kjo është një prej tyre. Edhe me një hadith tjetër e kemi don pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë që edhe martesa, edhe talaku janë pjesë të sunetit tam. Ndërsa ajo fjala që transmetojnë se talaku është do thot halali më i urryer te Allah azza wa jall, ajo nuk qëndron, nuk është e vërtetë, nuk është hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse nuk ka mundësi me qenë diçka halal, por që është e urryer te Allah azza wa jall. Edhe përdesë pejgamberi do thot e ka përmend ka thënë edhe martesa, edhe talaku, pashkurzimi janë pjesë të sunetit tam. E ka thënë këto që njerëzit mos mund ndje, do thot në siklet kur smunat me jetu me një bashkëshorte, pa marrë parasysh se çka mundohet me bë, smojnë me jetu së bashku, edhe detyrohen me unda, tash mos më thon njerëzit çak, ky mos më llogarit këto si pikë zez. Sa pejgamberi Allahut ka bë talak. Edhe pejgamberi Allahut u detyru do thot me bë shkurorzim. Se njëri shkurorzimin se bën pe çefit. Po, për shkak të rrethana detyrohet me bë. Ama ai nuk llogaritet pikë zez çao Allah tash çysh ha bën. Jo. Nëse do thot shkurorzimi është diçka e ult, çysh pejgamberi Allahut më i ndershmi boni diçka të ult të tillë. Pra kjo është një argument që me i relaksu pra muslimat. Edhe në fund pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë vit i ndodhi një gëzim. I lindi i biri i tij i tretë. Djali i tretë. Dy të partë, Kasimi edhe Abdullahu i kishin lind, po ishin vdek të vegjël. E ky tash ish i treti, Ibrahimi. Dhe ky i lind prej robreshës që ka pas, domethënë robresha kiptase që ja kanë dhënë si dhurat, ja ka dërguar don mbreti i Egjiptit si dhurat. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si robreshë ka pas të lejuar, do thot si çdo musliman, do thot që Allah subhanahu ja u ka leju ato që kanë nën pushtetin e vet, si robresha ja u ka leju, do thot që me pas edhe afrim intim me to. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lind, do thot i biri i Ibrahimit, dhe në ditën kur i lind pejgamberi alaihi salam ka qenë larg bashortës vet, sepse Maria radiallahu ta'ala anha ka jetuar do thot me një pjesë periferike të Medinës. Dhe kur e lind fëmin, vjen sahabiu Ebu Rafi me gëzim te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja jep myshdën. Dhe kur ja jep myshdën pejgamberi alaihi salam më një herë ja jep dhurat një rob. Kjo është pe sunetit, kur dikush të sjell një myshdë diçka, është mirë mi dhën diçka dhurat. Edhe tregon Enesi radiallahu ta'ala anhu thot a ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur na takoi na tha wulida li al-laylata ghulam fasammaytuhu bismi abi Ibrahim. Tha sonte më ka lind një djalë edhe ja kam ngjit emrin e babës tam Ibrahimit. Thot baba realisht stërgjyshi i lart Ibrahimi alayhis salam. Dhe lindja e Ibrahimit do thot që një myshdë për muslimanët e Medinës, saqë gratë që ishin në Medinë për shkak se Maria ka pas shumë pakt, do thotë si ka mjaftuar për me ushqy birin e vet, u detyru pejgamberi me çu diku me ja gjet një gjithënse. Edhe gratë e Medinës kanë garuar se kush po bëhet gjithënsja e Ibrahimit, derisa i ka ardhur rani Seifit radhiyallahu ta'ala anha me qenë gjithënsja e Ibrahimit radiallahu ta'ala anhu alayhi salam. Tregon Enes radiallahu ta'ala anhu tash ka qenë një urtësi pse Allah azza wa jalla ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këta fëmijë që me qenë shembull për njerëzit se çu do të mos sjell një burr, tamam me kuptimin e fjalës burr,
me fëmijët e vet dhe me familjen e vet. Thotë Enesi, thotë s'kum pa dikon më të mëshirshëm me fëmijët e vet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë Ibrahimi ka qenë, do thotë hala i vogël në kohën kur thith xhi dhe ka qenë periferitë Medines, ka jetu me nanën e vet. E thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qysh ishte me nenaje, thotë u çoke, shkojke në kom deri në periferitë Medines, shkojke në shtëpi, e merrke Ibrahimin dorë, e përqafke, e puthke, lujke pak me ta dhe pastaj kthehej. Tregon do thot Enesi radiallahu ta'ala anhu, një ditë që më kon bashkë me ta, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ty ec rrugës, shkom te shtëpia e Abu Sejfit, ku ish ty dhën xhi gruaja e Abu Sejfit, ty dhën xhi Ibrahimit. Edhe peslagit e pashë Abu Sejfi shkon ty fry atënve, çu thon këtënve që mirën me hekër, marangoza i thën, ajo. Zdrukthar jo. Farkatar. Don Abu Sejfi ka qenë farkatar. Edhe thot i shkon ty punën në shtëpinë e vet, çitke tim shtëpia se i shkon ty fry, domethënë asaj pumpës që për me dhez zjarrin më shumë. Kur e pash peslagit ashtu thot u guta pak më shpejt se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe i shkoi i thash Abu Sejf nalu se është jar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A thot ajo nal, desa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot timi doli, don pe shtëpis. Edhe e lypi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fëmijën e vet, djalin e vet Ibrahimin, ja sollën, e morri e përqafi thot, edhe i bani dua, domethënë për ta, pastaj thot u largu. Do thot kjo është mësim për çdo musliman. Burnia nuk do të thotë që tash fëmijët duhet me injoru, edhe më kanë vrasht me ta, edhe mos mi përqafe, mos mi puthe, jo, ajo s'është burni. Burnia është çka ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se fëmin duhet me mëshiru, doptin të voglin duhet me mëshiru. Edhe fëmia i cilin nuk merr dashurit mjaftueshme, mëshirë të mjaftueshme për prindërve, ai pastaj rritet me tmeta të brendshme, me tmeta në personalitetin e tij. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë më i mëshirshëm edhe më i dashur, do thot për fëmijët e tij. Tregon Aisha radiallahu ta'ala anha thot që gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam patën xhelozu me këtë rast. Se domethënë Allah azza wa jalla ja çojti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një fëmijë nëpërmjet kuna, nëpërmjet të robreshës. E që pejgamberi ka pas fëmijë veç me Khadijën. Veç me Khadijën. Me këto tjerat, sa i ka pas do thot 10 gra tjera, me asnjërin s'ka pas fëmijë. E ja çojti Allah azza wa jalla fëmijën me kën me robreshën. Atash doani ka kap xhelozia, thot një ditë ardh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kish pas fëmijën në dorë me vete Ibrahimin, edhe ardh me gëzim, apo edhe po ma kallzon Ibrahimin, po më thot undhuri ila shabahihi bi. Këqyre sa shumë më ka përngjall. Ama xhelozia grave nuk i kursej as nanat e besimtarve. Edhe thot Aisha, thot më kapi mua ajo xhelozia që kap gratë, edhe i thash me ara shabahan. Vallai siç pas ka përngjall. Do të vesh diçish më apo bajat, a vëdin. Ama kjo megjithse e kanë bën nanat e besimtarve, nuk është argument që ban me bëni gjë të tillë. Thot se ajo është keqsjellje. Nuk është sjellje e mirë. Mirë po, në raste të caktuara mund të ndodh njerit, po nuk është gjë e mirë. Edhe me Marien që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur një ngjarje interesante. U përhap një fjalë që është një burr që po shkon në shtëpitë Marijes shpesh. Maria tash s'ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ka qenë robresha. Edhe u përhap një fjalë që një burr po shkon shpesh në shtëpitë Marijes. Edhe i vjen këtë fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e thot pejgamberi alayhis salam Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, thot shko, edhe nëse e sheh mrana, e gjen mrana në shtëpi, thot shlir, më shoj shpat, myte. Dhe i thot Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, i thot ja Rasulallah, ekunu fi amrika kasikkatil Muhammad, wa amdi lima amartani, la yuthnini shay, am shahidu yara ma la yara al-ghaib. Thaj dërguari Allahut, në çfarë cilësie po më dërgon? Apo më dërgon në cilësinë
e personit që e vepron urdhrin ton sikurse ajo far gozhda e zhiguar. Ai pa gozhdën e zhiguar me që diku ajo pe zhigu të dëpërton, e djeg drunin, e djeg hekrin. Tha, apo më qonë që ashtu me shku, edhe me zbatu urdhrin ton pa kur far hezitimi, apo po më qonë në cilësin e një personit që monët me pa diçka ma shumë se sa ai që s'është prezent. Njeri kur shkon kur e sheh ngjarjen me sytë e vet, kupton më shumë informata se sa një person që se ka pa ngjarjen po veç ka dëgju. Don ish një fjalë e Aliut që nëse unë shoh diçka të dyshimt, që s'po përputhet me fjalët e njerëzve, a më mshu shpat me gjithë ata apo munal me zbulu domethënë ngjarjen pse ky njeri po shkon te Maria. Apo ja mi tha, "Ash-shahidu yara ma la yara al-ghaib." Tha personi që është prezent din më shumë informata sa personi që s'është prezent. Unë shkon që cilësi. Thot Aliu mura shpatën me veti, edhe shkova aty shku te shtëpia Marijes, e pa çat person ty dal pe shtëpisë të Marijes, i ke shit do thot një far çypin shpinë e kish pas me veti, thotë ai pam thot e nxura shpatën, edhe i mura hyjim. Thot pa hire ka kthyr krynën ka pa, edhe i hin një far tute e gjunë atë far çypin që ka pas me veti dhe ja nis me ik. Gjan një trup të hurmës, ty u ka për trupi të hurmës me hyp të nalt. Po thot sa të mërin gjys trupi të hurmës bjen tokë në kokër të shpinës. Kur bjen tokë, do Allah azza wa jall me kaderin e tij që i shplo, do thot teshat e poshtë me trupit i qohen përpjet edhe i shplohet avreti. Edhe çka thot Aliu radiallahu ta'ala anhu, thot në atë moment thot çka me pa. Thot ai njeri s'kish pas kur gjon mes të kom vetina organe që Allah azza wa jall ja jep meshkujve. Ai shkon nuk i kish pas organet mashkullore. I kish pas, do të thonë që e përmend hadith me xhbub, ka qenë me xhbub. Do thot ja kishin pas prej më herët. Komplet organin. S'kish pas organ. Edhe kështu që thot e shtin e shpatën në këllëf, edhe thash spjavleka do më thënë më marrë me këta. Edhe thash atine çka puna me ty, pse po vjen kanë në shtëpi të Marijes? Ma boni tha, unë veç për hajr po vi. Tha jam njeri, unë them kiptas. Edhe Maria tha është kiptase. Do të njerëz të një populli. Edhe di thot që është gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kështu që vazhdimisht ju mundu mi shërby, mi pru dru që ka pas nevojë, ujë të pishëm, ku marrë i kompru, ka qenë i ka shërby Marijes radhiyallahu ta'ala anha. Kështu thotë unë u ktheva te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i kallzova do në rastin, pejgamberi sa më tha elhamdulillahi alladhi yasrifu 'anna as-su'a ahla al-bayt. Tha falënderimi takon Allahut që na largon prej neve të keqes, neve familjes së pejgamberit. Do thotë nuk kish pas kur gjë të keqe aty, diçka të pamoralshme. Ish njeri që u mundu mi ndihmu Marijes e që ai realisht s'ka mujt mi ofru Marijes në aspektin e epshit, se nuk ka pas organe që me i ardh epshi atij. E kjo do të thënë ish ajo far kaderi Allahut azza wa jall që mos me rujt nderin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto ishin do thot disa ngjarje që ndodhen në fund të vitit të 8 të hijretit, me të cilat u përmbyll ky vit dhe vitin tjetër vazhdon viti i 9, ku quhet si viti i delegacioneve, për cilin inshallah me lejen e Allahut azza wa jall do të flasim në takimet tona të ardhshme, duke lutur Allahun azza wa jall që më na mëshiroj, më na fal mëkatet që i bëjmë me dije apo pa dije, dhe duke lut aqet na uzojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në botën tjetër na strehojnë në xhennetin e tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa atubu ila Allah.